Në shkollat e qytetit të Pukës, SOJF gruaja verilindore pa punë ka vijuar zbatimin e projektit Siguria rrugore e fëmijëve dhe policimi në komunitet në Bashkinë Pukë, i mbështetur nga SCP Albania, programi policimit në komunitet dhe ambasada suedeze në Shqipëri. Projekti në fjalë ka ofruar shërbime trajnuese dhe veprimtari praktike në sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin për sigurinë fizike të fëmijëve nga mosha 6 në 18 vjeç, në lidhje me edukimin dhe kujdesin për sigurinë rrugore, e cila ka sensibilizuar dhe rritur nivelin e dijeve të nxënësve e prindërve lidhur me çështjet e sigurisë rrugore. Nisma në fjalë ka gjetur edhe mbështetjen e institucioneve shtetërore dhe vendore të Bashkisë së Pukës, ndërsa pjesë e projektit ka qenë edhe çelja e 2 ekspozitave me piktura nga punimet të nxënësve të shkollave 9-vjeçare Migjeni dhe gjimnazis Sabasinani në Pukë. Në secilën prej ekspozitave për krijuesit më të mirë u ndan çmimet përkatëse dhe ato motivuese e inkurajuese. Në njërin nga ekspozitat u bën pjesëmarrës edhe përfaqësues të SCP Albania dhe të ambasadës suedeze në Shqipëri. Gjithashtu projekti ka mundësuar ngritjen e këndit të sigurisë rrugore në 2 shkollat përkatëse ku janë pasqyruar rregullat bazë të qarkullimit rrugor. Ndërkohë në 22 shtator është organizuar marshimi për sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e nxënësve të shkollave e të komunitetit për respektimin e rregullave të qarkullimit të trafikut dhe sigurisë rrugore. Angelina Paloka, përfaqësuese e OJF-s gruaja verilindore pa punë, falenderoi të gjithë aktorët dhe faktorët bashkëpunues në këtë projekt, duke evidentuar donatorët SCP Albania, programi policimi në komunitet dhe ambasadën e qeverisë suedeze në Shqipëri për mbështetjen që i dhanë nismës në shërbim të fëmijëve dhe nxënësve e rinisë në Bashkinë e Pukës. Për të ndërgjegjësuar dhe për parandalimin e aksidenteve në sigurinë rrugore të fëmijëve. Ju falenderoj që morët pjesë dhe që jeni sot më të informuar se sa në kohën kur ne e filluam.